atë nivel. Edhe tjerët mund me tef garanca, po nuk e njësoj. Është e nevojshme, për shembull, na me parë garanca njëme në i shtetë. Për shembull, Mbretëria e Bashkuar na jep garancë, Anglia, ose Turkia, ose Gjermania, ose dikush, nuk e nëqia, Italia, atjede krejt, Franca, gjithkush, po ndrysh është garanca Amerikës. Po pasi që... Ky zotni e ka prishet garancë, Albin Kurdi, ky e ka prishet garancë, ky në e kamuflojnë, sot e tha e bom nishmen për dialogun strategjik në fushën e mbrojtjes me Amerikën, e dija atë proces, jam ndedat ati procesi. Pse u gut kemi qitë sot në nditës në qeveria te? Kjo është vepër e tij, veç vendimi i tij. Ai proces është të ndodhë në një farë niveli, pa ai nuk e sheh dritën që është dashmi pa, po ky u gut me qitë sot me mlu ato që tha dje ky sekretari i NATO-s që do të arritim prezencën e BE-s. Rritë sa dush prezencën e BE-s, se na Evropë jemi. Hajde krejt. Ju po shihni si manipulimi i radhës. Niko, krejt ushtria e BE-s të vjen, se Evropë jemi. Po krejt Evropian të javi për Amerikë, për siguri. Për ushtrinë e Amerikës, më falni, edhe njerë, veç ju siguraj. Për garancën e sigurisë të Amerikës, krejt Evropian të shkojnë, veç e të mrejnë Amerika. Albin Kurdi ta ka fru funën, mos më të nejtë Amerika, e me të shtu Evropianët. Kine parasysh... Po një gjithë Evropian të jep, një vetëm Amerika të rinë në Kosovë. Niko, për siguri, Evropa të thotë qështu. Evropian të thujnë vetë. Evropian të në dilemë që me bo tash, nëse se kanë garancën e mbrojtjes të Amerikës. Po flisni se, pra, për t'ja ndërprer rrugën, natyrisht duhet bërë opozita bashkë. Pas këtyre deklarimeve zotit Limaj, a keni komunikuar me? Jo, s'kom pas komunikim prej atëre. Si do të bëni bashkë opozita, kur s'po flisni as partner të koalicionit dërmja veti? Jo, është e thjeshtë. Nuk komu në rol. Rolin për me bo unitetin opozitar e ka ai që është mandatar. Mirë, po gjithë duhet diskutoni me gjithë. Nëse ju flisni me një zë, dhe zoti Limaj me një zë tjetër, zoti Abdiziku me tjetër, zoti Hamza me tjetër, atër katër, ja, e vërtet. Jo, e vërtet, ja, gabim, që e ka thue. Edhe për ata të rëzu flamuri. Niko mu. Jo, po, mas janë... Unë jam duke ndimu shumë... Nëse jeni duke folur, jam duke ndimu, me asë di e sa moj, edhe me këto qëndrime që me vlashto, shumë sinqerta, janë duke ndimu një koalicion opozitar. Duke mos folur as me partnerin tuaj të koalicionit, zoti Limaj. Partneri jemi, koalicion, ka qenë partneri jemi dhe i ditën e zhjetë. Se keni me partner koalicion? Niko, nga i moment, negociatat për qeveri nuk ju dhezi unë, edhe pse jom kryetari koalicionit. Negociatat për qeveri u dhezi në këtë rast Bedri Hamza. Nëse Bedri Hamza më thirë, ose për të këja, thënë, Haradina, për mërë t'i krimin e qeverisë se po t'a besojmë në aty, atëherë unë i shkoj Limes, i shkoj Lumirit, i shkoj ati, i shkoj Pakizave, i shkoj gjithkuj. Edhe pse, kjo duket mirë kështu në shpjegim, por duket